Shërbyesja gjithmonë mendonte se kishte diçka të çuditshme në atë shtëpi tepër të heshtur. Në një pasdite me re, ajo vendos të ngjitet në Papafingo dhe ajo që gjenet merron. 3 vajza të dridhura, duke fjetur në 2 shemen e ftohtë me skutive me pluhur, të fshehura nga bota dhe nga dashuria. Aty, në atë Papafingo të harruar, ajo kuptoi, nuk ishte pa kujdesi, ishte mizori. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Tani, vazhdojmë. Artan Basha ishte i njohur në Tiranë si një njeri me vizion. Në moshën 42 vjeçare, ai kishte ndërtuar një perandori në fushën e teknologjisë, por ajo që e përcaktonte vërtet nuk ishin shifrat në llogarinë e tij bankare apo çmimet e biznesit që zbukuronin zyrën e tij. Ishte mënyra se si i shkëlqenin syt kur fliste për Mirelën, bashkëshorten e tij prej 15 vitesh. Dhe se si zëri i mbushej me krenari kur përmendte 3 vajzat që ja kishin shndërruar jetën në diçka shumë më të madhe se çdo biznes që mund të ofronte. Mirela ishte arkitekte, një grua me tipare delikate dhe personalitet të fortë, e cila e kishte lënë pjesërisht karrierën për t'u përkushtuar vajzave në vitet e para, por kur nuk kishte pushuar se qeni partnerja strategjike e Artanit. Ata plotësonin njëri tjetrin si pjesët e një puzleji perfekt. Kur ai humbiste në për bilance dhe mbledhje të pafundme, ajo e kthente në tokë me një vështrim të qetë dhe disa fjalë të sakta. Kur ajo dyshonte në aftësitë e saj, ai kujtonte çdo projekt arkitektonik që kishte vizatuar me mjeshtëri. Lajmi i shtatzënisë erdhi në një moment kur ata tashmë kishin hequr dorë nga ideja për të pasur fëmijë. Mirela ishte 37 vjeç, Artani 40, dhe të dy ishin pajtuar me idenë se familja e tyre do të ishin vetëm ata të dy. Por universi kishte plane të tjera. Kur mjeku njoftoi se nuk ishte një fëmijë, por 3, kabineti dukej se u rrotullua rreth çiftit. 3 njake. 3 vajza. 3 zemra që rrinin njëkohësisht brenda Mirelës. Artani i shtrëngoi dorën gruas së tij aq fort sa ajo ndjeu gishtat tim pikseshin, por nuk u ankua. Ata qanë së bashku aty në dhomën e ftohtë të konsulencës, ndërsa mjeku buzëqeshte diskretisht, i mësuar të dëshmonte momente të tilla, por gjithmonë i prekur nga intensiteti i dashurisë njerëzore. Shtatzënia u rrethua me kujdes. Mirela kaloi muaj të tërë në regjim shtrati, ndërsa Artani e shndërroi dhomën e tyre të gjumit në një faltore rehatie. Ai i çonte mëngjesin në shtrat, i lexonte, i vinte muzikë të lehtë dhe i fliste barkut që rritej, duke u vënë emra të përkohshëm secilit fëmijë para se t'ua shihnin fytyrat. Kur më në fund lindën, në një mëngjes me diell tetori, materniteti u mbush me një energji të veçantë. Lira, e para që erdhi, qau me zë të lartë dhe të fortë, duke i shpallur botës praninë e saj. Sofia erdhi 3 minuta më vonë, më e qetë, duke vëzhguar gjithçka përreth me sy kureshtar. Dhe Besa, më e vogla, erdhi duke buzëqeshur, diçka e rrallë të porsalindurit, sikur e dinte se kishte hyrë në një shtëpi plot dashuri. 3 dritat e shtëpisë i quante Artani. Dhe vërtet që nga ajo ditë, banesa në një zonë të mirë të Tiranës fitoi një ndriçim tjetër. Vitet e para ishin plot zbulime të vazhdueshme. Artani mësoi të ndëronte pelenat me efikasitetin e dikujt që menaxhon ekipe, dhe Mirela përpiqej mes biberonëve, sy gjumëve të sinkronizuar dhe një durimi që dukej i pashtershëm. Ata punësuan ndihmë, sigurisht, një dado me përvojë të quajtur tetosanie, e cila shpejt u bë pjesë e familjes. Por edhe me mbështetje, prindërit bënin çmos të ishin të pranishëm në çdo moment të rëndësishëm. Fjalët e para u thanë me të dy ulur në 2 shemen e dhomës së ndenjes, duke duar trokitur çdo rroke sikur të ishte një fjalim historik. Hapat e parë ndodhen një të diel me shi, me Artanin që filmonte gjithçka me celularin e tij, ndërsa Mirela mbante duart e vogla e të dridhura të secilës vajzë. Shtëpia u mbush me vizatime plot ngjyra të ngjitura në frigorifer, lodra të shpërndara nëpër korridore dhe të qeshura që kumbonin nga kopshti deri në kuzhinë. Artani reduktoi ngarkesën e punës, duke u deleguar më shumë përgjegjësi ortakëve të tij për të marrë vajzat nga kopshti çdo pasdite. Mirela u kthye në punë me gjysmë orari, por vetëm në projekte që e frymëzonin vërtet, duke refuzuar propozime që do ta largonin shumë nga shtëpia. Çifti ishte i vetëdijshëm se ato vite ishin të çmuara dhe të pakthyeshme. 3 njaket rriteshin me personalitete të dallueshme, por plotësuese. Lira ishte liderja e lindur, gjithmonë e para që propozonte lojra dhe mbronte motrat kur dikush përpiqej t'i ndante. Sofia ishte ëndërrimtarja, ajo që kalonte orë të tëra duke vizatuar botë imagjinare dhe duke shpikur histori të hollësishme për princesha dhe dragonj.
Besa ishte studiuesja, ajo që mësonte shpejt dhe bënte pyetje komplekse që I linin prindërit gojëhapur. Së bashku, ato formonin një treshe të pandashme. Fundjavat ishin të shenjta. Artani dhe Mirela I çonin vajzat për shëtitje në parkun e madh të Tiranës, ku ato vraponin mes pemëve dhe ushqenin rosat në liçen. Ose vizitonin muze, duke I përshtatur shpjegimet për gjuhën e fëmijëve, duke mbjell fara kureshtjeje që do të lulëzonin me kohën. Ndonjëherë thjesht qëndronin në shtëpi, duke përgatitur byrek shtëpie së bashku, me vajzat të mbuluara me miell dhe salcë domatesh, duke qeshur aq shumë sa mezi merrnin frym. Ishte një jetë e thjesht pavarësisht bollkut financiar. Artani gjithmonë këmbëngulte tu mësonte vajzave se parat ishin një mjet, jo një qëllim. Se mirësjellja vlente më shumë se çdo llogari bankare. Se të ndihmojë ata që kishin nevojë ishte detyrimi atyre që mundeshin. Mirela I plotësonte këto mësime me shembullin e saj, duke I çuar vajzat të dhuronin lodra që nuk I përdornin më, duke u shpjeguar rëndësinë e ndarjes dhe të njohjes së privilegjeve. Familja Basha ishte e njohur në pallat për bujarinë dhe thjeshtësinë e saj. Fqinjet komentonin se sa e rrallë ishte të shihej njerëz të suksesshëm pa arrogancë, fëmijë të pasur pa përkëdhelje të tepruar. Artani e përshëndeste portierin me emër, Mirela gjithmonë kishte një buzëqeshje për pastruesen e pallatit dhe trenjaket ndihmonin në ndarjen e mbeturinave të riciklueshme pa u ankuar. Ishin detaje të vogla, por që ndërtonin një reputacion të fortë. Në ditëlindjet e vajzave, shtëpia shndërrohej në një hapësirë magjike. Mirela e vizatonte dekorin personalisht, Artani punësonte animatorët më të mirë dhe së bashku krijonin festa të paharrueshme që përzienin argëtimin dhe thjeshtësinë. Kishte tortë shtëpie të bërë nga teto sanie, lojra tradicionale si karriget muzikore dhe gjithmonë një moment kur Artani I binte kitarës ndërsa të gjithë këndonin shumë urime për ty. Vajzat I frynin qirin së bashku, duke bërë dëshira në heshtje që me siguri përfshinin më shumë kohë me prindërit dhe ndoshta një qenush. Ishte pikërisht pas një prej këtyre ditëlindjeve, asaj të 6 vjetorit të trenjakeve, që Artanit ju desh të bënte një udhëtim të shpejt për në Durrës. Ishte një takim I pashmangshëm me një klient të rëndësishëm, rreth 40 kilometra larg Tiranës. Mirela, e cila rrallë e shoqëronte burrin në udhëtime pune, vendosi të shkonte bashkë me të këtë herë. Teto Sanie do të qëndronte me vajzat gjatë natës, diçka që kishte ndodhur disa herë dhe gjithmonë kishte shkuar mirë. Në mëngjesin e udhëtimit, trenjaket u zgjuan herët dhe shkuan në dhomën e prindërve. Artani po rregullonte kravatën ndërsa Mirela kontrollonte valixhen për herë të tretë, një mani që ai e adhuronte. Vajzat u hodhën në krevatin e madh, ende me pijame, duke kërkuar përqafime lamtumire. Lira pyeti nëse do të ktheheshin shpejt. Sofia kërkoi të sillnin ndonjë dhuratë. Besa thjesht u struk në prerin e nënës, në heshtje, sikur parandjente diçka. Mirela I puthi në ballë secilën, duke thithur aromën fëminore të shampos së kamomilit dhe gjumit të freskët. Artani u bëri gudulisje të gjithave njëkohësisht, duke shkaktuar një shpërthim të qeshurash që e mbushi dhomën me gëzim. Ata premtuan se do të ktheheshin të nesërmen para darkës, në kohë për të dëgjuar të rejat e shkollës dhe për të parë filmin e tyre të preferuar vizatimor. Teto Sanie u shfaq në derë, duke tundur dorën dhe duke I siguruar se gjithçka do të ishte në rregull. Çifti zbriti me ashensorin kryesor të kapur për dore, duke komentuar se sa shpejt po rriteshin vajzat. Artani drejtonte një makinë familjare të rehatshme, as pak luksoze, thjesht një makinë të sigurt dhe të bollshme për familjen. Ata dolën nga kompleksi rreth orës 8 të mëngjesit, me qytetin tashmë të gjallëruar dhe trafikun Tiranas që fillonte të rëndojë. Morën autostradën që të çonte në Durrës, duke biseduar për projektin arkitektonik që Mirela po zhvillonte dhe për mundësinë që Artani më në fund të dilte në pension më herët për të udhëtuar me familjen. Rruga ishte e ngarkuar, por lëvizja ishte e rrjedhshme. Mirela kërkonte në radio një këngë që u pëlqente, ndërsa Artani komentonte për mbledhjen që do të kishte pas disa orësh. Ata ndaluan në një pikë karburanti për një kafe, shtrin këmbët dhe u kthyen në makinë të freskuar. Dielli shkëlqente fort, dita duke e përsosur, dhe të dy ndjenin atë paqe që vetëm siguria e një shtëpie të fortë mund ta ofrojë. Ishte kur mungonin rreth 20 kilometra për të arritur në destinacion që ndodhi diçka e papritur. Artani vuri re se makina nuk po përgjigjej siç duhej. Timoni dukej se u bllokua për një fraksion sekonde, pastaj u lëshua shumë. Ai u përpoq të frenonte, por pedali shkoi deri në fund pa asnjë rezistencë.
Mirela ktheu fytyrën nga ai me sy të zgurdulluar dhe në një fraksion sekonde kuptoi se diçka ishte shumë keq. Ajo që pasoi ishte një rëmuj lëvizjesh instinktive, britmash të mbytura dhe tingulli metalik i diçkaje që këputej. Makina doli nga rruga, u përmbys një herë, pastaj përsëri, derisa më në fund u ndal në anën tjetër të autostradës, me pjesën e përparme të shkatëruar dhe xhamat të thyer kudo. Heshtja që pasoi pas përplasjes ishte e frikshme. Shoferë të tjerë ndaluan menjëherë duke vrapuar për të ndihmuar. Dikush telefonoi urgjencën, një tjetër u përpoq të hapte dyert e shtypura, një i tretë filmonte gjithçka pa e kuptuar as vetë se çfarë po bënte. Artani dhe Mirela u nxorën nga automjeti me kujdes ekstrem. Të dy merrnin frym, gjë që ishte një lehtësim i madh për ndihmësit e parë, por ishin thellësisht pa ndjenja. Trauma në kokë ishte e dukshme te Artani, i cili kishte një plagë të konsiderueshme në ball. Mirela kishte mavijosje në të gjithë trupin dhe frymëmarrje të parregull. Ambulanca mbërriti në më pak se 15 minuta dhe ekipi mjekësor punoi me efikasitet për t'i stabilizuar të dy para se t'i transportonin në spitalin më të afërt. Në spital, lajmi u përhap shpejt. Familja Basha ishte e njohur në komunitetin e biznesit Tiranas dhe së shpejti gazetarët filluan të qarkullonin pranë hyrjes së urgjencës. Por ata që vërtet kishin rëndësi në atë moment ishin 40 kilometra larg, duke luajtur pafajësisht në apartament pa e ditur se çfarë kishte ndodhur. Teto Sanie mori një telefonat nga një prej ortakëve të Artanit. Ajo ishte në kuzhinë duke përgatitur drekën kur ra telefoni. Zëri në anën tjetër dridhej ndërsa shpjegonte se kishte ndodhur një aksident, se çifti ishte në spital, se situata ishte delikate. Dados i ran këmbët dhe ju desh të mbështetej në banar. Vajzat kuptuan se diçka nuk shkonte dhe erdhen me vrap, duke pyetur se çfarë kishte ndodhur. Teto Sanie nuk dinte si t'ua shpjegonte. Si t'u thoshte 3 fëmijëve 6 vjeçar se prindërit ishin të lënduar, se ndoshta nuk do të ktheheshin aq shpejt. Ajo ul në gjunjë në nivelin e tyre, u kapi 3 duart e vogla dhe tha me zë të dridhur se babi dhe mami kishin pasur një problem të vogël me makinën, se po kujdeseshin mjek shumë të mirë, se gjithçka do të shkonte mirë. Lira pyeti nëse mund t'i vizitonin. Sofia filloi të qante lehtë. Besa vetëm e shikonte Teto Sanien në sy, sikur përpiqej të lexonte të vërtetën pas fjalëve. Në spital, Artani dhe Mirela u dërguan në repartin e terapisë intensive. Ekzaminimet treguan traumë kraniale të dy, me Artanin që kishte gjithashtu fraktura në brinjë dhe Mirelën me hemoragji të brendshme që duhej kontrolluar me ndërhyrje kirurgjikale. Mjekët punuan për orë të tëra, duke stabilizuar shenjat jetësore, duke monitoruar çdo rrahje zemre, çdo frymëmarrje të asistuar nga aparaturat. Kur më në fund arritën një gjendje minimalisht të qëndrueshme, lajmi nuk ishte i mirë. Të dy kishin rënë në koma. Koma. Një fjalë që mbart aq shumë peshë, aq shumë pasiguri. Neurologët u shpjeguan familjarëve që mbërrinin të dëshpëruar në spital se nuk kishte një afat të caktuar. Mund të zgjoheshin pas ditësh, javësh, muajsh ose kurrë. Truri i secilit kishte pësuar një traumë të rëndësishme dhe kishte nevojë për kohë për t'u rikuperuar. Gjithçka që mund të bënin ishte të mbanin mbështetjen, të stimulonin me zëra të njohur, muzikë, prekje dhe të prisnin. Prisnin me besim, me shkencë, me dashuri. Personi i parë i familjes që mbërriti ishte Elira, motra më e vogël e Artanit. Ajo jetonte në Prishtinë, por mori fluturimin e parë sapo mori vesh lajmin. Në moshën 38 vjeçare, Elira ishte e divorcuar, pa fëmijë dhe punonte si konsulente financiare. Gjithmonë kishte mbajtur një marrëdhënie korrekte, por të distancuar me vëllain duke u takuar vetëm në data festive. Kur hyri në terapi intensive dhe pa Artanin të lidhur me një pafundësi tubash dhe aparaturash, me fytyrën e enjtur dhe fashon në kokë, ju desh të mbante lotët. Mirela ishte në shtratin ngjitur, po aq e palvizshme, po aq e brish. Elira ju afrua të dyve, preku duart e ftohta të vëllait dhe kunatës, dhe përshpëriti fjalë inkurajuese që nuk ishte e sigurt nëse do të dëgjoheshin. Mjekët e thirrën për një bisedë private. I shpjeguan seriozitetin e situatës, nevojën që dikush të merrte vendime mjekësore nëse do të ishte e nevojshme dhe kryesisht dikush që të merrte përsipër ligjërisht kujdesin e 3 vajzave. Elira nuk hezitoi. Tha se do të bënte gjithçka që ishte e nevojshme. Se mbesat nuk do të mbeteshin të pambrojtura. Se ajo do të kujdesej për gjithçka derisa Artani dhe Mirela të shëroheshin.
Mjekët u dukën të lehtësuar. Edhe punonjësja sociale e spitalit. Të gjithë shinin tek ajo një teze të përkushtuar, të shqetësuar, të gatshme të sakrifikonte jetën e saj në Prishtinë për të qenë e pranishme në jetën e fëmijëve. Por ajo që askush nuk shite ishte stuhja e mendimeve që kalonte në përmendjen e Elirës në atë moment. Ajo shikonte vëllain pa ndjenja dhe ndjente një përzierje të ngatëruar ndjenjash. Shqetësim të sinqert, por edhe diçka më të errët që preferonte të mos e emërtonte. Artani gjithmonë kishte pasur gjithçka. Kompaninë e suksesshme, gruan perfekte, 3 vajzat e bukura, shtëpinë e madhe, respektin e komunitetit. Po ajo ishte divorcuar 5 vjet më parë nga një martesë e palumtur, kur nuk kishte arritur të mbetej shtatzën pavarësisht përpjekjeve dhe karriera e saj, ndonse e qëndrueshme, kur nuk kishte arritur shkëlqimin e asaj të vëllait. Elira gjithmonë e kishte fshehur këtë zili pas buzëqeshjeve të sjellshme dhe urimeve protokollare. Por vetëm në netët e pagjuma, pyeste veten pse jeta kishte qenë kaq bujare me Artanin dhe kaq e kursyer me të. Dhe tani, duke e parë atë të palvizshëm në atë shtrat, një pjesë e errët e mendjes së saj filloi të llogariste mundësi. Nëse koma zgjatej, nëse edhe Mirela nuk zgjohej, dikush do të duhej të administronte pasuritë e çiftit. Dikush do të duhej të kujdesej për vajzat. Dhe kush më i përshtatshëm se motra? Këto mendime e friksuan në fillim. Elira u përpoq t'i largonte, duke u përqendruar në shpresën e shërimit. Por ndërsa ditët kalonin dhe gjendja mbetej e pandryshuar, fara e një ideje filloi të mbinte. Ajo mund të kujdesej jo vetëm për mbesat, por edhe të siguronte që burimet e familjes të administroheshin mirë. Dhe nëse, gjatë procesit, jeta e saj do të përmirësohej ndjeshëm, do të ishte vetëm një efekt anësor, jo një qëllim. Elira mori kujdestarinë e përkohshme të trenjakeve pa vështirësi. U paraqit si e vetmja e afërme e disponueshme, tregoi stabilitet financiar dhe e bindi gjykatësin se vajzat do të ishin të sigurta nën kujdesin e saj ndërsa prindërit shëroheshin. Procesi ishte i shpejt, i lehtësuar nga urgjenca e situatës dhe mungesa e opsioneve të tjera të mundshme. Kur Elira mbërriti në apartamentin e bashajve për herë të parë si përgjegjëse ligjore për vajzat, u prit nga Teto Sanie dhe 3 palë sy të frikësuar. Lira, Sofia dhe Besa ishin kapur pas njëra tjetrës në divanin e dhomës së ndenjes, të veshura me pijamet që nëna ua kishte përgatitur ditë më parë. Elira u ul në gjunjë para tyre, duke sforcuar një buzëqeshje që përpiqej të dukej ngushëlluese. Ajo shpjegoi se do të ishte si një nënë e dytë e përkohshme, se do të qëndronte aty duke u kujdesur për to derisa prindërit të ktheheshin. Premtoi se gjithçka do të vazhdonte si më parë, se ato ende do të shkonin në shkollë, ende do të kishin lodrat e tyre, ende do të ishin të dashura. Vajzat nuk than asgjë. Vetëm tundën kokën me droj, pa e kuptuar mirë pse ajo tezja që mezi e njinin tani flinte në dhomën e miqve dhe jepte urdhra nëpër shtëpi. Në javët e para, Elira vërtet u përpoq të mbante një pamje normaliteti. I çonte vajzat në shkollë, kontrollonte detyrat e shtëpisë, përgatiste darka të thjeshta. Teto Sanie vazhdonte të ndihmonte, por vërente diçka të çuditshme në dinamikën e re. Elira nuk kishte afeksionin e natyrshëm që Artani dhe Mirela tregonin. Prekjet e saj ishin mekanike, buzëqeshjet e saj të sforcuara, bisedat e saj sipërfaqësore. Por Dadoja nuk tha asgjë, duke menduar se ishte vetëm tensioni i situatës. Ishte vetëm kur u mbushën 2 muaj nga aksidenti që Elira filloi të zbulonte natyrën e saj të vërtetë. Apartamenti që dikur merrte frymë gëzimi filloi të humbiste thelbin e tij. Elira, pasi kaloi muajt e parë duke ruajtur aparencat, gradualisht filloi të tregonte karakterin e saj të vërtetë. Teto Sanie ishte viktima e parë e këtij transformimi. Një pasdite të zakonshme, Elira e thiri për një bisedë private në kuzhinë. Me zë të prerë dhe vështrim të ftohtë, i shpjegoi se situata financiare ishte e komplikuar, se do t'i duhej të bënte rregullime në shpenzime dhe se për fat të keq nuk mund të mbante më një dado me kohë të plotë. Teto Sanie u përpoq të argumentonte. Ajo punonte aty prej 5 vitesh, njihte çdo detaj të rutinës së vajzave, dinte preferencat e tyre ushqimore, frikrat e natës, zakonet para gjumit. Më shumë se kaq, trenjaket e donin. Ishte ajo që u fshinte lotët kur zgjoheshin nga makthet, që shpikte histori qesharake në mëngjes, që i përqafonte kur u mungonin prindërit. Elira dëgjoi gjithçka në heshtje, por vendimi i saj ishte marrë. Teto Sanie përfaqësonte një kosto që ajo nuk donte ta përballonte më, por kryesisht përfaqësonte një dëshmitare.
Dikush që e njihte shumë mirë dinamikën e mëparshme të shtëpisë dhe mund të vinte në dyshim ndryshimet që Elira planifikonte të zbatonte. Lamtumira ishte e dhimbshme. Teto Sanie i përqafoi 3 vajzat për minuta të tëra, duke u përshpëritur premtime se kur nuk do t'i haronte, se do të lutej për to çdo natë, se shpresonte që prindërit të ktheheshin shpejt. Lira qau me zë të lartë, e kapur pas përparses së dados. Sofia bëri një vizatim lamtumire me gjithë familjen bashk, përfshirë Teto Sanien. Besa qëndroi në heshtje, por sytë e saj të përlotur thoshin: gjithçka. Elira e shikoi skenën nga dera, e paduruar, duke trokitur gishtat në mur derisa më në fund gruaja doli, duke marrë me vete lidhjen e fundit të vajzave me jetën që njihnin. Nga ajo ditë, shtëpia ndryshoi plotësisht. Elira nuk kishte durim të kujdesej për 3 fëmijë 6 vjeçar. I konsideronte nevojat e tyre irrituese, të qarat dramatike, pyetjet e vazhdueshme se kur do të ktheheshin prindërit, të padurueshme. Ajo filloi të zbatonte rregulla absurde. Vajzat duhej të qëndronin në heshtje kur ajo shikonte televizor. Nuk mund të luanin në dhomën e ndenjes sepse ajo nuk donte rrëmuj. Duhej të hanin shpejt dhe pa u ankuar atë që u shërbehej, edhe kur ishte vetëm një sanduiç i ftohtë apo makarona të ngrohura. Më e keqja, megjithatë, ishte vendimi për t'i zhvendosur nga dhoma e tyre. Shtëpia kishte 4 dhoma, njëra prej tyre ishte përdorur gjithmonë si zyrë nga Artani dhe tjetra si dhomë mish. Vajzat flinin së bashku në dhomën më të madhe, të dekoruar me letër muri ngjyrë roz, perde delikate dhe rafte plot me libra për fëmijë. Ishte një hapësirë magjike, ku ato shpiknin lojra, ndanin sekrete dhe ndiheshin të sigurta. Elira e shikoi atë dhomë dhe pa vetëm shpërdorim hapësire. Një dhomë kaq e bukur, kaq e gjerë, dhe ajo flinte në dhomën më të vogël të miqve. Nuk kishte kuptim. Kështu, një të shtunë pas dite, njoftoi se vajzat do të zhvendoseshin në Papafingo. Kur Lira e pyeti pse, Elira shpiku një justifikim për rinovime të nevojshme në dhomën e tyre, diçka për një rrjedhje uji në mure që duhej rregulluar. Vajzat nuk kishin si ta kundërshtonin. Papafingoja ishte një hapësirë e harruar e shtëpisë. Ndodhej në katin e sipërm, e arritshme nga një shkallë e ngushtë dhe kërcitse. Kishte dritare të vogla që lejonin të hynte pak dritë, dhe ajri aty ishte gjithmonë i mbytur dhe i pluhurosur. Artani e përdorte atë hapësirë vetëm për të ruajtur kuti me dokumente të vjetra dhe objekte që nuk kishte guxim t'i hidhte, por nuk i përdorte më. Kur nuk e kishte imagjinuar se një ditë do të shërbente si dhomë për vajzat e tij. Elira urdhëroi të ngjiteshin 3 dyshek të hollë dhe disa batanie të vjetra. Nuk kishte krevate, vetëm ata dyshek të hedhur direkt në dyshemen e drurit me njolla. Muret kishin njolla lagështje dhe në disa qoshe, rjeta merimangash formoheshin vazhdimisht. Era ishte e mykut dhe braktisjes. Vajzat u ngjitën për herë të parë duke mbajtur duart e njëra tjetrës, me sy të zgurdulluar nga frika dhe moskuptimi. Atë natë të parë në Papafingo, ato fjetën të përqafuara në të njëjtin dyshek, të friksuara nga çdo zhurmë, çdo kërcitje e drurit të vjetër, çdo hije e projektuar nga drita e dobët që vinte nga rruga. Lira u përpoq të ishte e fortë, duke treguar histori për të shpërqendruar motrat. Sofia qau lehtë derisa e zuri gjumi. Besa qëndroi zgjuar për orë të tëra, duke shikuar tavanin me njolla dhe duke pyetur veten ku ishte nëna e saj, pse babai nuk vinte t'i merrte, pse ajo tezja ishte kaq ndryshe nga prindërit. Rutina u bë gjithnjë e më e vështirë. Elira zgjoi vonë dhe nuk shqetësoi të përgatiste mëngjes për vajzat. Ato zbrisnin në orën 7 të mëngjesit me uniforma për në shkollë dhe gjenin kuzhinën bosh. Mësuan të bënin vetë sanduiqet e tyre me atë që gjenin në frigorifer, zakonisht bukë e ndenjur dhe margarinë. Ndonjëherë as kjo nuk kishte, dhe ato shkonin në shkollë me stomakun bosh, duke u përpjekur ta fshinin urinë nga mësueset. Në shkollë, ndryshimet nuk kaluan pa u vënë re. Trenjaket basha, dikur kaq të gëzuara dhe pjesëmarrëse, u bën të heshtura dhe të largëta. Nuk luanin më në pushim me të njëjtën energji. Uniformat e tyre, dikur gjithmonë të patëmeta fal kujdesit të Teto Sanies dhe Mirelës, tani shfaqeshin të shubrosura dhe ndonjëherë me njolla. Çantat e shpinës, që ndërroheshin çdo vit me modele të reja dhe plot ngjyra, filluan të shfaqnin grisje dhe arna të bëra keq. Mësueset komentonin mes tyre për situatën, por askush nuk e dinte saktësisht se çfarë po ndodhte në shtëpi. Elira filloi të përdorte paratë e familjes për lukset e saj. Ndërroi makinën e thjeshtë që kishte me një model importi.
Blinte rroba të shtrenjta, frekuentonte restorante të sofistikuara me shoqe të vjetra nga Prishtina që vinin ta vizitonin, dhe rinovoi dhomën që tani zinte me mobilje të reja dhe dekor të hollësishëm. Ndërkohë, rrobat e vajzave mbeteshin të vogla dhe të vjetruara, dhe ajo nuk e merrte mundimin të blinte të reja. Merrte rroba të dhuruara nga fqinjet ose thjesht I linte të vishnin të njëjtat rroba vazhdimisht. Vaktet u bën të ralla dhe pa cilësi. Elira rrallë gatuante. Porosiste ushqim me aplikacion për veten dhe linte diçka bazike për vajzat, kur I kujtoi. Kishte net kur ato ngjiteshin në Papa Fingo pa darkë, duke ndarë mes tyre mbetjet e një pakete biskotash që kishin ruajtur. Mësuan të raciononin ushqimin sikur të ishin në një lojë mbijetese, secila duke hequr dorë nga një copë më shumë për të siguruar që edhe motrat të hanin diçka. Mungesa e afeksionit ishte ndoshta më e keqja nga të gjitha. Elira nuk I përqafonte vajzat, nuk I pyeste si kaluan ditën në shkollë, nuk tregonte asnjë interes të sinqert për jetën e tyre. Kur ato përpiqeshin të bisedonin me të, merrnin përgjigje të shkurtra dhe të paduruara. Nëse qanin duke kërkuar prindërit, ajo rrotullonte sytë dhe I urdhëronte të ndalonin dramën. Nëse sëmureshin, ajo linte një ilaç në komodinë dhe dilte, e irrituar që duhej të merrej me një problem tjetër. Lira, e cila gjithmonë kishte qenë më e forta emocionalisht, filloi të shihte makte të vazhdueshme. Zgjoi në mes të natës e djersitur dhe duke qarë, duke ëndërruar se prindërit ishin kthyer, por nuk arrinin t'i gjenin në Papa Fingo. Sofia ndaloi së vizatuari, ai aktivitet që e donte aq shumë tani duke I pa kuptim. I ruajti lapsat me ngjyra në një kuti të vjetër dhe nuk I preku më. Besa zhvilloi zakonin e të ngrënit të thonjve deri në gjakosje, një refleks fizik I ankthit që mbante. Muajt kalonin dhe situata vetëm përkeqësoi. Elira u mësua me stilin e jetesës që pasuria e vëllait I ofronte. Udhëtonte her pas here, duke I lënë vajzat vetëm në shtëpi me udhëzime bazike dhe një numër emergjence të cilit kur nuk I përgjigjej kur telefononin. Ato mësuan të kujdeseshin për veten, duke bërë supë të gatshme me fide kur kishin uri, duke bërë dush vetëm me ujë të ftohtë kur ngrosi I prishej dhe Elira nuk shqetësohej ta rregullonte. Dhe duke ngushëlluar njëra tjetrën kur malli për prindërit bëhej I padurueshëm. Shtëpia, dikur kaq e kujdesur, filloi të shfaqte shenja braktisjeje. Elira nuk punësonte pastruese të rregullta, vetëm shërbime sporadike që mezi e përballonin pa pastërtinë e grumbulluar. Kopshti mbeti pa mirëmbajtje, me barra të këqija që rriteshin pa kontroll. Pishina, ku vajzat luanin me prindërit në fundjavë, tani ishte me ujë të gjelbër dhe plot gjethe. Fqinjet filluan të komentonin për neglizhencën, por askush nuk kishte guxim të ndërhynte në çështje familjare. Ishte në këtë skenar të zymë që u shfaq Klara. Ajo ishte 52 vjeç, me flokë të thinjur të mbledhur në një topuz të thjeshtë, duar të kallojzuara nga vite pune shtëpiake, dhe një vështrim të thellë që dukej se shihte përtej aparencave. Eve prej 10 vitesh, Klara kishte rritur vetëm 3 fëmijë që tani ishin të rritur e të pavarur. Kishte punuar gjithë jetën në shtëpi familjare, njihte çdo lloj punëdhënësi, çdo dinamik të mundshme. Kishte parë gjithçka, nga shtëpi të dashura deri te situata shqetësuese që preferonte t'i harronte. Elira e punësoi me rekomandimin e një të njohure. Jo sepse donte vërtet të përmirësonte situatën e shtëpisë, por sepse ishte lodhur duke bërë edhe shërbimet më bazike. Donte dikë që të pastronte, të lante, të hekuroste dhe kryesisht që të mos bënte pyetje të papërshtatshme. Klara e pranoi punën sepse kishte nevojë, kishte muaj pa punë të qëndrueshme pasi familja e mëparshme ishte transferuar jashtë vendit. Në ditën e parë, Klara mbërriti herët siç e kishte zakon. I ra ziles dhe priti gati 5 minuta derisa Elira u përgjigj, ende me robdishan dhe dukshëm e irrituar që ishte zgjuar. Shtëpia, e parë nga jashtë, ishte e bukur dhe imponuese. Por kur hyri, Klara ndjeu diçka të çuditshme në ajër. Nuk ishte vetëm rëmuja e dukshme apo era e ambientit të mbyllur. Ishte diçka më delikate, një energji e rëndë që rrinte pezull nëpër dhoma. Elira bëri një tur të shpejtë, duke I treguar ku ndodheshin produktet e pastrimit, çfarë duhej bërë dhe duke e bërë të qartë se priste efikasitet. Përmendi shkurtimisht se kujdesej për 3 mbesat ndërsa vëllai dhe kunata ishin në spital, por nuk dha detaje. Klara tundi kokën, mirëkuptuese, duke imagjinuar sa e vështirë duhej të ishte të merrje përsipër 3 fëmijë pa pritur. Por së shpejti do të kuptonte se mirëkuptimi I saj fillestar ishte plotësisht I gabuar. Orët e para të punës ishin zbuluese.
Klara filloi nga dhoma e ndenjes duke mbledhur gota të pista, jastëk të hedhur në dy sheme, revista të shpërndara. Kaloi nëpër kuzhinë dhe vuri re frigoriferin praktikisht bosh, me vetëm disa artikuj bazë dhe shumë ushqim të gatshëm restoranti. Ju duke çuditshme mungesa e frutave, perimeve, gjëra që normalisht një shtëpi me fëmijë do t'i kishte. Unë gjit në katin e dhomave të gjumit dhe u befasua me dhomën kryesore, të rinovuar dhe luksoze, në kontrast me pjesën tjetër të shtëpisë. Ishte kur po lante dyshemen në korridorin e katit të sipërm që dëgjoj. Një zhurmë e mbytur që vinte nga lart, nga një shkallë që ajo as nuk e kishte vënë re më parë. Ishin zëra të ulët, fëminor, që përshpërisnin. Klara ndaloi duke u përpjekur të identifikonte origjinën e zërit. Shikoi përreth dhe pa derën diskrete që të çonte në papafingo. Ishte gjysmë e hapur dhe nga e çara dilte një dritë e dobët. Ajo u ngjit disa shkallë, ngadalë dhe thirri. Askush nuk u përgjigj. U ngjit edhe pak dhe vështroi. Ajo që pa e la për një moment të paralizuar. 3 vajza të vogla, të ulura në dyshemen e pistë, ende me pijame, të rrethuara nga kuti të vjetra dhe një rëmuj që nuk përputhej me pjesën tjetër të shtëpisë. Ato e shikuan Klarën me një përzierje frike dhe kureshtjeje. Ishin trenjake, kjo ishte e qartë nga fytyrat identike, por gjendja në të cilën ndodheshin ishte tronditëse. Pijamet ishin të zbardhura dhe shumë të vogla, duke u lënë kyçet e këmbëve zbuluar. Flokët i kishin të pakrejur, pa fjongot apo kapset që vajzat e asaj moshe zakonisht përdorin. Ambienti përreth ishte i papërshtatshëm për çdo fëmijë, e lëre më për 3. Klara ndjeu zemrën t'i shtrëngoi, por e mbajti shprehjen neutrale, duke e ditur se t'i friksonte vajzat nuk do të ndihmonte. Ajo buzëqeshi dhe u prezantua. Tha se ishte pastruesja e re dhe se ishte aty për të ndihmuar me shtëpinë. Vajzat nuk than asgjë në fillim, vetëm shikuan njëra tjetrën sikur po vendosnin nëse mund t'i besonin asaj të huaje. Ishte Sofia që më në fund foli, me zë të ulët, duke pyetur nëse do të qëndronte shumë. Klara u përgjigj se shpresonte që po, se i pëlqente të punonte në shtëpi ku mund të bënte një ndryshim. Elira bërtiti nga poshtë, duke thirrur Klarën dhe duke e prishur momentin. Ajo zbriti shpejt, por jo para se të hidhte një vështrim të fundit të 3 vajzat që qëndronin të strukura në atë papafingo. Mendja e saj tashmë po punonte, duke përpunuar atë që kishte parë, duke e krahasuar me qindra shtëpi ku kishte punuar. Diçka ishte thellësisht e gabuar aty. Gjatë ditëve në vijim, Klara vëzhgoi në heshtje. Vuri re se vajzat zbrisnin herët për në shkollë, duke përgatitur vetë sanduiqet e tyre me atë pak që gjenin. Pa Elirën t'u bërtiste pse linin thërrime në tavolinë, por kur duke u ofruar ndihmë apo qoftë edhe një mirëmëngjes të përzemërt. Kuptoi se në mbrëmje, kur ktheheshin nga shkolla, ato ngjiteshin direkt në papafingo, duke mbajtur çanta të rënda dhe aty qëndronin deri në orën e gjumit, rrallë duke zbritur për darkë sepse shpesh nuk kishte asgjë të përgatitur. Klara filloi të linte porcione shtesë ushqimi në frigorifer, të vendosura strategjikisht aty ku vajzat mund t'i arrinin. Përgatiste sanduiqe ushqyese dhe i linte në tabakan e mëngjesit, edhe pse e dinte se Elira nuk do t'i hante. Filloi t'i lante dhe t'i hekuroste rrobat e vajzave me kujdes të veçantë, duke arnuar grisjet dhe duke u përpjekur t'i bënte sa më të paraqitshme. Trenjaket i vunë re gjestet e vogla dhe filluan t'i besonin Klarës. Zbrisnin në kuzhinë kur e dinin se ajo ishte vetëm dhe bisedonin me zë të ulët, duke treguar për shkollën, për mallin, për prindërit, për makthet që shinin. Klara dëgjonte gjithçka, zemra i thyej me çdo rrëfim, por ruante gjaktotësinë. E dinte se të reagonte me shumë emocion mund t'i friksonte vajzat ose, më keq, të lajmëronte Elirën se diçka po ndryshonte. Një natë, rreth 3 javë pasi kishte filluar punën aty, Klara po mbaronte së pastruari kuzhinën kur dëgjoi një të qarë që vinte nga kati i sipërm. Nuk ishte një e qarë e zakonshme, ishte një dënesë e thellë, e dëshpëruar, e dikujt që nuk duron dot më të mbajë një peshë. Ajo u ngjit ngadalë dhe gjeti derën e papafingos gjysmë të hapur. Elira kishte dalë për darkë me shoqet, siç bënte pothuajse çdo natë, duke i lënë vajzat vetëm. Klara e shtyu derën dhe hyri. Të treja ishin zgjuar, të ulura në rreth, të përqafuara. Lira qante në mënyrë të pakontrolluar, Sofia përpiqej ta ngushëllonte, por edhe asaj i rridhnin lot dhe Besa vetëm mbante duart e motrave me atë vështrim bosh të dikujt që nuk ka më forca. Kur pan Klarën, u përpoqën të përmbaheshin duke fshirë shpejt lotët, por ishte tepër vonë.
Klara u ul në dysheme me to, pa kërkuar leje dhe hapi krahët. Të treja u hodhën në prerin e saj njëkohësisht dhe aty, në atë papafingo të ftohtë dhe të pistë, qanë gjithçka që kishin mbajtur brenda. Qanë për prindërit që nuk e dinin nëse do të ktheheshin, për shtëpinë që nuk ishte më një shtëpi, për fëmijërinë që po u vidhej, për urinë që ndjenin, për të ftohtin e netëve, për makthet, për vetminë. Klara i përkundi, duke kënduar me zë të ulët një këngë që ua këndonte fëmijëve të saj kur ishin të vegjël. Pritoi derisa secila u qetësua, derisa frymëmarrjet u normalizuan. Pastaj, me zë të prerë por të butë, bëri një premtim. Tha se nuk e dinte ende si, por se do t'i jepte fund asaj situate. Se ato ishin fëmijë, meritonin dashuri dhe kujdes, dhe se dikush duhej t'i mbronte të vegjëlit kur të mëdhenj dështojnë. Nëse do të ishit në vendin e Klarës, do t'i kishit ndihmuar vajzat apo do të kishit bërë diçka tjetër? Na tregoni në komente. Atë natë, pasi vajzat më në fund fjetën, Klara zbriti shkallët me zemër të rënduar dhe mendje të vendosur. Ajo e dinte se të dëshmonte atë situatë dhe të mos bënte asgjë e bënte bashkëfajtore. Por gjithashtu e dinte se duhej të ishte strategjike. Nuk mund të bënte thjesht një denoncim pa prova, Elira ishte tezja ligjore, kishte të gjitha dokumentet në rregull dhe Klara ishte vetëm një pastruese që mund të diskreditohej lehtësisht. Ajo filloi të planifikonte. Të nesërmen, kur Elira doli për një nga seancat e saj të gjata spa, Klara mori celularin e saj të vjetër dhe filloi të fotografonte. Fotografoi papafingon në detaje, duke treguar dyshekët e hollë në dyshemen e pistë, muret e mykura, kutit e pluhurosura që shërbenin si mobilje të improvizuara. Fotografoi frigoriferin pothuajse bosh. Fotografoi rrobat e vajzave, të vogla dhe të arnuara. Fotografoi gjithçka që mund të shërbente si provë e neglizhencës. Por Klara e dinte se i duhej më shumë. I duhej të kuptonte të gjithë historinë, të dinte saktësisht se çfarë kishte ndodhur me prindërit dhe pse Elira vepronte në atë mënyrë. Filloi të bënte pyetje diskrete vajzave, gjithmonë kur ishin vetëm. Ato treguan për aksidentin, për prindërit që ishin në spital prej shumë kohësh, për tezën që premtoi se do të kujdesej për to, por pastaj ndryshoi plotësisht. Klara kuptoi se kishte shtresa në atë situatë që ende nuk i kuptonte. Dhe një natë, rastësisht, do të zbulonte diçka që do të ndryshonte gjithçka. Klara gjithmonë kishte qenë një grua me intuit të mprehtë. 52 vite duke jetuar, duke vëzhguar njerëz, duke punuar në shtëpi të huaja, e kishin mësuar të lexonte mes rreshtave, të kuptonte kur diçka nuk përputhej. Dhe në atë shtëpi, shumë gjëra nuk përputheshin. Elira kishte të gjitha dokumentet ligjore, ishte tezja e vajzave, por sjellja e saj ishte e dikujt që i shihte fëmijët si pengesa dhe jo si përgjegjësi. Kjo ishte tashmë mjaft e rëndë. Por Klara ndjente se kishte diçka më shumë, një pjesë të puzleit që ende nuk e kishte gjetur. Ajo filloi të kushtonte vëmendje detajeve që më parë dukeshin të parëndësishme. Bisedat telefonike të Elirës, për shembull. Gruaja fliste me zë të lartë, pa u shqetësuar nëse dikush e dëgjonte, me siguri sepse mendonte se Klara ishte vetëm një pastruese pa rëndësi, dikush që nuk përbënte kërcënim. Klara, megjithatë, kishte vesh të mbret dhe kujtesë të fortë. Kapte fraza të shkëputura, emra të përmendur, komente që dukeshin të pafajshme, por që, kur bashkoheshin, formonin një tablo shqetësuese. Elira shpesh fliste për planet të ardhshme, për investime që do të bënte, për shtëpinë që do të blinte kur të kishte akses të plot në burimet financiare. Klarës i dukeshin të çuditshme këto biseda. Nëse Elira ishte aty vetëm përkohësisht, duke u kujdesur për mbesat derisa prindërit të shëroheshin, pse fliste sikur ajo situatë të ishte e përhershme? Pse planifikonte ndryshime kaq të thella në jetë, duke përdorur para që nuk ishin të sajat? Një pasdite, ndërsa pastronte zyrën që Elira e kishte shndërruar në hapësirën e saj personale, Klara gjeti dokumente të shpërndara mbi tavolinë. Normalisht nuk do t'i shikonte, e respektonte privatësinë e punëdhënësve, por diçka i tërhoqi vëmendjen. Ishin letra nga spitali, raporte mjekësore për Artanin dhe Mirelën. Klara i lexoi shpejt, zemra i rrite më shpejt me çdo rresht. Çifti ishte i qëndrueshëm, por pa parashikim për zgjim. Mjekët përdornin terma teknik që ajo nuk i kuptonte plotësisht, por mesazhi i përgjithshëm ishte i qartë. Situata ishte e pacaktuar, mund të zgjaste muaj, vite ose të bëhej e përhershme. Kishte gjithashtu dokumente ligjore për kujdestarinë e vajzave, prokurori që Elira kishte marrë për të administruar pasuritë e familjes gjatë paftësisë së vëllait.
dhe madje edhe drafte letrash për avokat që konsultoheshin se si të veprojë nëse situata bëhej e pakthyeshme. Klara fotografoi gjithçka diskretisht me celularin e saj. Nuk e dinte saktësisht se çfarë do të bënte me ato informacione, por instinkti i thoshte se ishin të rëndësishme. Ditët u shndërruan në javë dhe Klara vazhdonte rutinën e saj, duke ruajtur aparencat e një pastrueseje të zakonshme ndërsa dokumentonte gjithçka. Por ajo e dinte se i duhej diçka më konkrete, diçka që nuk linte dyshime për qëllimet e vërteta të Elirës. Mundësia erdhi një natë të ftohtë qershori, kur dimri i Tiranës tregonte fytyrën e tij më të ashpër. Klara kishte qëndruar deri vonë sepse Elira i kishte kërkuar të përgatiste shtëpinë për të pritur disa vizita të nesërmen. Ishte gati ora 10 e natës kur më në fund mbaroi dhe po bëhej gati të largohej. Ishte në korridorin e katit të parë, duke marrë çantën, kur dëgjoi zërin e Elirës që vinte nga dhoma e saj në katin e sipërm. Dera ishte gjysmë e hapur dhe zëri kumbonte nëpër korridorin e heshtur. Klara ndaloi. E dinte se nuk duhej të dëgjonte, se ishte shkelje privatësie, por diçka në urgjencën e zërit të Elirës e bëri të ngjitej disa shkallë, duke u pozicionuar në një pikë ku mund të dëgjonte, por jo të shihej. Elira ishte në telefon dhe nga toni, dukej se ishte një bisedë e rëndësishme. Klara e njohu atë ton, ishte i njëjti që gruaja përdorte kur fliste për çështje që i konsideronte konfidenciale. Elira ecte nëpër dhomë ndërsa fliste, hapat e saj të rënd kumbonin në dyshemen e drurit. Ajo dukej e shqetësuar, zëri i lëkundej mes frustrimit dhe diçkaje që Klara e identifikoi si pritshmëri të zymë. Po ankohej me këdo që ishte në anën tjetër të linjës se si situata po zgjatej më shumë se sa priste. Flitej për 2 vitet që tashmë kishin kaluar, se si ishte e sigurt se nuk do të vononte shumë më tepër, se së shpejti gjithçka do të zgjidhej dhe ajo mund të vazhdonte me planet e saj. Klara ndjeu një të dridhur t'i përshkonte shtyllën kurrizore. Mënyra se si Elira fliste për vëllain dhe kunatën ishte e zhveshur nga çdo emocion pozitiv. Nuk kishte shqetësim të sinqert, nuk kishte shpresë për shërim. Kishte vetëm një lloj padurimi, sikur po priste diçka të pashmangshme që vononte të ndodhte. Por ishte ajo që erdhi më pas që e ngriu Klarën në vend. Elira filloi të fliste për aksidentin. Zëri i saj u ul, u bë më i kujdesshëm, por Klara ende mund të dëgjonte çdo fjalë. Ajo përmendi një mekanik, dik të quajtur Genci, dhe se si kishte qenë e zgjuar që e kishte kërkuar muaj para se të ndodhte aksidenti. Tha se e bëri të dukej rastësore, thjesht duke kërkuar një kontroll të makinës së vëllait si dhuratë, diçka për të garantuar sigurinë e familjes. Ajo që askush nuk e dinte ishte se ajo e kishte udhëzuar këtë mekanik të bënte një rregullim të veçantë, diçka që nuk do të vijej re menjëherë, por që mund të shkaktonte probleme serioze në rrugë. Klarës ju desh të mbahej pas murit për të mos u lëkundur. Fjalët që dëgjonte ishin një rrëfim. Elira po pranonte se kishte manipuluar makinën, se kishte provokuar aksidentin që i vuri Artanin dhe Mirelën në atë gjendje. Nuk ishte një rastësi, nuk ishte fat i keq. Ishte e planifikuar. E llogaritur ftohtësisht nga një motër e shtyrë nga zilia dhe ambicia. Elira vazhdoi të fliste, duke e lehtësuar që mund të hapte zemrën me dikë. Tha se kur nuk e kishte imagjinuar se do të kishte guxim të bënte diçka të tillë, por se mundësia ishte shumë e përsosur për t'u humbur. Me vëllain jashtë loje, ajo do të kishte akses në gjithçka që gjithmonë kishte zili. Shtëpinë, paratë, respektin. Po vajzat? Po, ishin vetëm një bezdi e përkohshme. Sa po të arrinte të konsolidonte kontrollin e saj mbi pasurinë, do të gjente një mënyrë për t'u hequr qafe, ndoshta duke i dërguar në ndonjë konvikt larg, ose duke i dhënë përmirësim me dokumente të falsifikuara. Gjaku i Klarës vlonte në vena. Duart i dridheshin ndërsa, me lëvizje të kujdesshme, nxori celularin nga xhepi. Arriti të aktivizonte regjistruesin e zërit dhe e pozicionoi aparatin në mënyrë që të kapte bisedën. Qëndroi aty për 10 minuta të tjera, duke regjistruar çdo fjalë, çdo rrëfim që Elira bënte me qetësinë e dikujt që beson se është e sigurt, e mbrojtur nga heshtja dhe nga guximi i saj. Kur Elira më në fund e mbylli telefonin, Klara zbriti shkallët në heshtje, zemra i rrite aq fort sa dukej se të gjithë në shtëpi mund ta dëgjonin. Ajo doli nga dera kryesore, thithi ajrin e ftohtë të natës dhe ju desh të mbështetej në murin e kompleksit për disa sekonda. Këmbët i dridheshin, mendja i rrotulloi. Çfarë të bënte me atë informacion? Si të vepronte?
Një gjë ishte të dokumentoje neglizhencën, një gjë krejt tjetër ishte të kishe prova se ishte kryer një krim i rëndë. Klara u kthye në shtëpinë e saj, një apartament i vogël në lagjen La Prak, dhe nuk arriti të flinte gjithë natën. Qëndroi duke dëgjuar dhe ridëgjuar regjistrimin, duke u siguruar se ishte mjaft i qartë se fjalët e Elirës ishin të pagabueshme. Mendoi për 3 vajzat që flinin në atë papafingo të ftohtë, pa e ditur se tezja që kujdesej për to ishte përgjegjëse për humbjen e prindërve të tyre. Mendoi për Artanin dhe Mirelën, pa ndjenja në atë spital, viktima të motrës së tyre të gjakut. Në agim, Klara kishte një plan. E dinte se nuk mund të shkonte thjesht në polici me një regjistrim të bërë pa autorizim, kishte çështje ligjore të komplikuara në këtë. Por gjithashtu e dinte se nuk mund të qëndronte duar kryq. Ata fëmijë kishin nevojë për ndihmë të menjëhershme dhe prindërit e tyre meritonin drejtësi. Ajo duhej të ishte strategjike, të mblidhte të gjitha provat në mënyrë që të ndërtonte një rast të fortë. Në ditët në vijim, Klara vazhdoi të punonte në shtëpi sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Elira nuk dyshonte asgjë, vazhdonte rutinën e saj të luksit të paguar me para të huaja dhe neglizhencës ndaj mbesave. Klara, megjithatë, ishte ndryshe. Çdo gjest tani kishte një qëllim. Ajo filloi të shënonte gjithçka në një fletore të vogël që e mbante të fshehur në çantën e saj. Orët kur Elira dilte dhe i linte vajzat vetëm. Ditët kur nuk kishte ushqim të përshtatshëm në shtëpi. Rastet kur fëmijët trajtoheshin me ashpërsi ose mizori emocionale. Bisedoi më shumë me trenjaket, me kujdes për të mos i frikësuar, por duke nxjerrë informacione se si ishte jeta para aksidentit. Ato flisnin për prindërit me sy që shkëlqenin, për shtëpinë plot dashuri, për lojrat në park, për përqafimet para gjumit. Në kontrast me këtë, përshkruanin jetën aktuale, frikën e vazhdueshme, urinë, të ftohtin, vetminë. Klara i regjistronte edhe këto biseda, gjithmonë me lejen e pafajshme të vajzave që nuk e kuptonin plotësisht se çfarë po ndodhte, por i besonin asaj gruaje të sjellshme që kishte hyrë në jetën e tyre. Klara gjithashtu filloi të informohej për të drejtat e fëmijëve, se si funksiononte sistemi i mbrojtjes, se ku duhej t'i çonte provat e saj. Kërkoi diskretisht një avokat që ofronte konsulta falas në një organizatë jo qeveritare në lagjen ku jetonte. Pas zbuluar ende emra, i shpjegoi situatën hipotetike dhe e pyeti cila do të ishte rruga më e mirë. Avokati e udhëzoi të kërkonte si zyrën për mbrojtjen e fëmijëve ashtu edhe komisariatin, me të gjitha provat e mundshme, përfshirë regjistrimin që megjithse mund të kishte probleme ligjore në kontekste të tjera. Do të shërbente si provë e fortë në rastet e mbrojtjes së të miturve. Klara gjithashtu mori një vendim të rëndësishëm. Duhej të dinte më shumë për vetë aksidentin, për atë mekanikun Genci që Elira kishte përmendur. Filloi të bënte pyetje diskrete në pallat. Bisedoi me portierin, një zotëri simpatik i quajtur Xhafer, i cili ishte aty prej më shumë se 10 vitesh dhe e njihte gjithë familjen Basha. Ai konfirmoi se gjithmonë kishin qenë njerëz të mrekullueshëm, se vajzat ishin gëzimi i pallatit dhe se aksidenti i kishte tronditur të gjithë. Kur Klara përmendi rastësisht mirëmbajtjen e makinave, Xhaferi komentoi se Artani gjithmonë e çonte makinën në të njëjtin servis, një servis besimi në lagje, por se muaj para aksidentit. Motra e tij u shfaq duke thënë se donte t'i bënte dhuratë një kontroll të plot dhe rekomandoi një servis tjetër, të njëjtë njohuri të saj. Xhaferit ju duke çuditshme në atë kohë, sepse Artani ishte metodik me këto gjëra, por përfundimisht pranoi sepse ishte një dhuratë nga motra. Kjo e konfirmonte historinë. Klara i kërkoi emrin e servisit dhe Xhaferi, pa dyshuar asgjë, i dha informacionin. Ishte një servis i vogël mekanik në periferi të qytetit, pak i largët, jo lloji i vendit që dikush si Artani do të kërkonte. Klara e shënoi adresën, por nuk shkoi atje. E dinte se do të ishte e rrezikshme, se mund të lajmëronte njerëzit e gabuar. Ai informacion do të ishte i dobishëm për policinë, jo për të hetuar vetë. Ndërsa mblidhte prova, Klara vazhdonte të kujdesej për vajzat në mënyrën më të mirë të mundshme brenda kufizimeve që kishte. Përgatiste vakte ushqyese dhe i linte të fshehura për të ulante rrobat me kujdes të veçantë. Bisedonte me to sa herë që ishte e mundur, duke u ofruar afeksionin që u mungonte në jetën e tyre. Lira, Sofia dhe Besa filluan ta shihnin jo vetëm si pastruese, por si një figurë amtare, dikë të cilit mund t'i besonin në mes të kaosit në të cilin ishin kthyer jetët e tyre. Një natë, kur Klara u ngjit në Papafingo për t'u çuar një meze vajzave, gjeti Besën duke vizatuar në një letër të vjetër.
vajza, e cila kishte ndaluar së vizatuari muaj më parë sipas Sofisë, po bënte një vizatim të thjeshtë, por të ngarkuar me kuptim. Tregonte 4 figura. 3 të vogla dhe një më të madhe. Të 3 të voglat ishin kapur për dore me figurën më të madhe. Kur Klara e pyeti kush ishin, Besa u përgjigj me thjeshtësi. Ishin ato të treja dhe Klara. Gruaja që nuk i braktisi. Klarës ju desh të dilte shpejt nga aty, me sy të përlotur, para se vajzat ta shihnin duke qarë. Në atë moment, e ulur në shkallët që të çonin në Papafingo, ajo bëri një premtim në heshtje. Pavarësisht se çfarë do të kushtonte, ajo do t'i nxirrte ata fëmijë nga aty. Do t'u jepte mundësinë të ishin sërish fëmijë, të kishin një jetë të denjë, të rigjenin prindërit ose, nëse kjo nuk do të ishte e mundur, të paktën të kishin një të ardhme më të mirë se ajo e tashme e zymë. Kaloi edhe një javë duke mbledhur detajet e fundit. Tani kishte një dosje të plotë. Fotografi të Papafingos dhe të kushteve në të cilat jetonin vajzat. Video të shkurtra që tregonin mungesën e ushqimit të përshtatshëm. Shënime të detajuara për neglizhencën e Elirës. Rrëfime të regjistruara të vetë vajzave që përshkruanin përditshmërinë e tyre. Dhe pjesa qendrore, regjistrimi i bisedës telefonike ku Elira rrëfente se kishte manipuluar aksidentin. Një të hënë në mëngjes, kur Elira doli për një tjetër nga angazhimet e saj të kota, Klara mori guximin. Mori celularin dhe telefonoi zyrën për mbrojtjen e fëmijëve. I shpjegoi situatën, tha se kishte prova se 3 fëmijë ishin në rrezik. Operatori, një grua me zë të prerë por të butë, tha se do të dërgonin një ekip deri në fund të ditës. Klara pastaj telefonoi komisariatin më të afërt dhe përsëriti informacionin, duke theksuar pjesën për manipulimin e mundshëm të aksidentit. Kryekomisari që u përgjigj, një burr i quajtur Arben Leka, u duki interesuar dhe tha se do të hetonte. Klara e dinte se kishte kaluar një pikë pa kthim. Kur Elira të zbulonte se ajo kishte bërë ato denoncime, me siguri do të pushohej nga puna në çast. Por kjo nuk kishte më rëndësi. Disa gjëra ishin më të mëdha se mbajtja e një pune. Disa betejë i avlenin çdo sakrificë. Atë pasdite, ndërsa përgatiste darkën që e dinte se Elira do ta hante vetëm ndërsa vajzat do të mbeteshin me mbeturina, Klara dëgjoi zilen të binte. Zemra i rahu fort. Shkoi të hapte derën dhe gjeti 2 punonjëse sociale nga zyra për mbrojtjen e fëmijëve dhe një policë të uniformuar. Ata u prezantuan dhe kërkuan të flisnin me përgjegjësen e shtëpisë. Elira, e cila ishte në dhomë duke u bërë gati për të dalë përsëri, zbriti e irrituar, duke dashur të dinte se çfarë po ndodhte. Biseda që pasoi ishte e tensionuar. Punonjëset sociale shpjeguan se kishin marrë një denoncim për neglizhencë të mundshme me 3 të mitur që jetonin aty. Elira u përpoq të ruante gjaktotësinë, duke mohuar gjithçka me forcë, duke thënë se mbesat ishin të mirë kujdesura, se kushdo që kishte bërë atë denoncim po gënjente. Por kur punonjëset kërkuan të shihnin ku flinin vajzat, Elira hezitoi. U përpoq të shpikte justifikime për rinovime, për ndryshime të përkohshme, por zëri i saj dështonte. Klara, e cila ishte në kuzhinë duke vëzhguar gjithçka, bëri një hap përpara. Me zë të prerë, ofroi të tregonte Papafingon. Elira i hodhi një vështrim urrëtieje të pastër, por nuk mund ta ndalonte para autoriteteve. Grupi u ngjit në përshkallët kërcitëse dhe kur hapën derën e Papafingos dhe pan 3 vajza të strukura në atë hapësirë të mjerueshme, heshtja ishte shurdhuese. Punonjëset sociale shikuan njëra tjetrën të tmerruara. Polici mori radion e tij dhe thiri për forcime. Elira u përpoq të shpjegojë, por fjalët e saj tingëllonin boshe përballë provave fizike. Vajzat, të friksuara nga të gjithë ata të huaj, u kapën pas njëra tjetrës derisa Klara u ngjit dhe u ul në gjunjë pranë tyre, duke u përshpëritur se gjithçka ishte në rregull, se ata njerëz ishin aty për të ndihmuar. Ishte atëherë që mbërriti kryekomisari Arben Leka. Ai e kishte marrë seriozisht denoncimin për aksidentin dhe vinte i shoqëruar nga një hetues. Kur Klara i dorëzoi regjistrimin, duke shpjeguar rrethanat në të cilat ishte bërë, kryekomisari e dëgjoi me vëmendje në rritje. Zëri i Elirës në regjistrim ishte i qartë, rrëfimi eksplicit. Ai i kërkoi asaj t'i shoqëronte për të dhënë sqarime, dhe megjithse nuk mund të arrestonte menjëherë bazuar vetëm në atë regjistrim, do të fillonte një hetim të plotë. Elira e kuptoi në atë moment se kështjella e saj prej letre po shembej.
U përpoq të argumentonte, të kërcënonte, por dokumentet që Klara kishte fotografuar, të shtuara regjistrimit dhe gjendjes në të cilën u gjetën vajzat, pikturonin një tablo të pagabueshme. Ajo u mor për të dhënë dëshmi, ndërsa punonjësit sociale u kujdesën për të larguar vajzat nga ai ambient menjëherë. Lira, Sofia dhe Besa nuk e kuptonin plotësisht se çfarë po ndodhte. Pyetnin nëse do të shihnin prindërit, nëse do të ktheheshin në shtëpi. Klara i përqafoi të treja, duke u premtuar se po, se së shpejti gjithçka do të shkonte mirë. Punonjësit sociale, të prekura nga skena, e lejuan Klarën t'i shoqëronte deri në strehën e përkohshme ku do të qëndronin ndërsa situata zgjidhej. Nuk ishte ideale, por ishte pafundësisht më mirë se ajo papa Fingo. Atë natë, Klara u kthye në apartamentin e saj e raskapitur, por e lehtësuar. Kishte bërë gjën e duhur. Nuk e dinte saktësisht se çfarë do të ndodhte më pas, por e dinte se ato 3 vajza tani kishin një shans. Dhe diku, në një spital, 2 prindër që luftonin për t'u kthyer gjithashtu do ta kishin historinë e tyre të treguar, dhe ndoshta, vetëm ndoshta, drejtësia do të mbizotëronte. Ndërsa stuhia formohej në jetën e Elirës 40 kilometra larg, në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë, diçka e jashtëzakonshme filloi të ndodhte. Artan Basha, i cili kishte kaluar 2 vjet në gjendje të thellë pa vetdije, filloi të shfaqte shenja delikate ndryshimi. Ishin lëvizje të vogla në fillim, pothuajse të padukshme. Një dridhje në gishta kur infermierja i rregullonte pozicionin. Një përgjigje refleksive kur dikush ndiste dritën e fortë të dhomës. Mjekët, me optimizëm të kujdesshëm, shtuan stimuj. I vun muzikë që familja kishte thënë se ishin të preferuarat e tij. Bisedonin me të për vajzat, për Mirelën, për jetën që e priste jashtë. Neurologia përgjegjëse për rastin, doktoresha Anila Koci, ishte një grua me përvojë që kishte parë shërime të pamundura dhe gjithashtu humbje shkatëruese. Asaj nuk i pëlqente të jepte shpresa të rreme, por diçka te ai pacient e intrigonte. Artani po luftonte. Edhe pa ndjenja, trupi i tij jepte sinjale se donte të kthehej. Ekzaminimet tregonin aktivitet cerebral në rritje, valë që tregonin përpunim informacioni. Ishte sikur, atje thellë, ai po përpiqej të gjente rrugën e kthimit. Mirela, në shtratin ngjitur, filloi të përgjigjej gjithashtu. Fillimisht ishin lëvizje të vogla të syve, pastaj frymëmarrje më të thella pa nevojën totale të ventilatorit mekanik. Ekipi mjekësor punonte në sinkron, duke rregulluar medikamentet, duke bërë fizioterapi pasive, duke stimuluar shisat. Çdo fitore e vogël festohej diskretisht. Çdo përparim nënkuptonte se shpresa nuk ishte e kohë. Ishte një mëngjes i vrenjtur korriku, 2 vjet e 3 muaj pas aksidentit, që Artani më në fund hapi sy. Infermierja që ishte në dhomë duke rregulluar serumin gati sa nuk e lëshoi dosjen kur e pa. Ajo u afrua shpejt duke i thirrur emrin dhe për herë të parë në gjithë atë kohë, ai u përgjigj. Jo me fjalë ende, fyti i tij ishte shumë i dobët për këtë, por me një pulitje të qëllimshme të syve. Ishte i vetëdijshëm. Ishte kthyer. Lajmi u përhap nëpër spital si një mrekulli. Doktoresha Anila vrapoi në dhomë dhe kreu një sër testesh paraprake. Artani ishte i hutuar, i çorientuar, por reagues. Njite fytyra, kuptonte komanda të thjeshta, përpiqej të komunikonte. Përpjekja e tij e parë për të folur ishte një përshpërim e ngjirur që mjekja duhej të përkulej për ta dëgjuar. Mirela, tha ai. Dhe pastaj, me një përpjekje të dukshme, vajzat. Ekipi i shpjegoi me kujdes se Mirela ishte aty, në dhomën ngjitur, gjithashtu duke u shëruar. Për vajzat, i thanë se ishin të sigurta, po kujdeseshin për to, dhe se së shpejti do të dinte gjithçka. Artani u përpoq të ngrihej, por trupi i tij, i dobët pas kaq shumë kohe i palvizshëm, nuk i bindej. Frustrimi në sytë e tij ishte i prekshëm, por mjekët e qetësuan. I shpjeguan se do të duhej kohë, se do të kishte nevojë për fizioterapi intensive, se shërimi i tij do të ishte gradual, por i mundur. 3 ditë më vonë, ishte radha e Mirelës. Ajo u zgjua në mënyrë më të butë, duke hapur sytë ngadalë, si dikush që zgjohet nga një gjumë i thellë, por i natyrshëm. Gjëja e parë që pa ishte fytyra e Artanit e projektuar në një tablet që infermierja mbante. Ai ishte gjallë, ishte zgjuar, po e priste. Lotët i rodhen nëpër fytyrë Mirelës para se të arrinte të përpunonte plotësisht se ku ishte apo sa kohë kishte kaluar. Rehabilitimi i të dyve ishte intensiv.
Artanit ju desh të mësonte sërish të ecte, muskujt e tij të atrofizuar ankoheshin me çdo lëvizje. Mirela u përball me sfida të ngjashme, përveç se duhej të merrej me kujtesën e fragmentuar të momenteve para aksidentit. Por ajo që i shtynte ishte më e fortë se çdo dhimbje fizike. Ishin vajzat e tyre. Në çdo seancë fizioterapie, në çdo ushtrim të dhimbshëm, mendonin për Lirën, Sofin dhe Besën. Duhej të ktheheshin për to. Ishte vetëm pas 2 javësh, kur të dy ishin minimalisht të qëndrueshëm dhe të vetëdijshëm, që mjekët e konsideruan të përshtatshme t'u tregonin të gjithë të vërtetën. Thirrën një punonjëse sociale me përvojë për të qenë e pranishme dhe me kujdes e empati, u zbuluan jo vetëm se kishin qëndruar në koma për më shumë se 2 vjet, por edhe se çfarë kishte ndodhur me vajzat e tyre në këtë periudhë. Artani dhe Mirela dëgjuan në një heshtje tmerri në rritje se si Elira kishte marrë kujdestarin për kushtet në të cilat jetonin vajzat, për neglizhencën emocionale dhe fizike. Kur arritën te pjesa e regjistrimit se si motra e vet Artanit kishte manipuluar aksidentin, burri u thye. Qau siç nuk kishte qarë që fëmijë, një e qarë e thellë tradhtie, dhimbjeje, faji që nuk I kishte mbrojtur vajzat e tij. Mirela I shtrëngoi dorën me gjithë forcën që mundi të mblidhte. Edhe ajo qante, por kishte diçka më shumë në sytë e saj. Vendosmëri. Tërbim amësor. Vajzat e saj kishin vuajtur për 2 vjet, por ishin ende gjallë, ende po luftonin, dhe ajo do të bënte gjithçka që ishte e nevojshme për t'i kthyer dhe për të rindërtuar atë që ishte thyer. Mjekët shpjeguan se vajzat ishin të sigurta tani, në një strehë të përkohshme cilësore, duke u kujdesur nga profesionistë ndërsa drejtësia po vepronte. Se gruaja përgjegjëse për gjithçka, Klara, I kishte shpëtuar të treja dhe po e ndiqte rastin nga afër. Artani kërkoi ta takonte menjëherë, por mjekët ishin të prerë. Së pari, ai duhej të shërohej më shumë. Së shpejti, shumë shpejt, do të kishte kohë për gjithçka. Ndërkohë, hetimi për Elirën përparoi shpejt. Kryekomisari Arben Leka ishte I njohur për këmbënguljen e tij, dhe ai rast I kishte prekur edhe zemrën e tij të ngurtësuar nga vite shërbimi. Regjistrimi që Klara kishte bërë u analizua nga ekspertë që konfirmuan autenticitetin e tij. Mekaniku Genci u gjet dhe, në presionin e hetimit dhe provave në rritje, rrëfeu gjithçka. Po, Elira e kishte kërkuar muaj para aksidentit. I kishte paguar një shumë bujare që ai të bënte rregullime diskrete në sistemin e frenave dhe në drejtimin e makinës së Artanit. Asgjë shumë e dukshme, vetëm sa për të bërë që, në një situatë më kërkuese në rrugë, automjeti të mund të dështonte. Genci, I motivuar nga paratë dhe premtimi se askush nuk do ta zbulonte, kishte pranuar. Tani, I penduar dhe I tmerruar nga pasojat ligjore, dorëzoi çdo detaj të komplotit. Elira u akuzua zyrtarisht. Avokatët u përpoqën të argumentonin, por provat ishin dërmuese. Regjistrimi, dëshmia e Gencit, dokumentet financiare që tregonin transfertat e dyshimta dhe kryesisht gjendja në të cilën u gjetën vajzat. Elira do të përballej jo vetëm me akuza lidhur me aksidentin, por edhe për neglizhencë të rëndë dhe për vetësim të palishëm të burimeve. Jeta e saj, e ndërtuar mbi zili dhe manipulim, po shembej gur pas guri. Vajzat, në streh, nuk e kuptonin plotësisht se çfarë po ndodhte. Klara I vizitonte pothuajse çdo ditë, duke u çuar dhurata të vogla, duke vizatuar me to, duke ju përgjigjur pyetjeve të tyre të pafundme se kur mund t'i shihnin prindërit. E vërteta ishte se askush nuk e dinte saktësisht. Artani dhe Mirela po përmirësoheshin, por procesi ishte I ngadaltë dhe kishte protokolle për t'u ndjekur. Ishte Lira ajo që, në një nga këto vizita, pyeti drejt për drejt. A thua babi dhe mami na mbajnë mend ende? A thua do të na njohin? Klara I kapi duart e vogla e të dridhura të vajzës dhe u përgjigj me gjithë sigurinë që kishte. Prindërit kur nuk I harrojnë fëmijët e tyre. Pavarësisht sa kohë kalon, pavarësisht se çfarë ndodh, dashuria mes prindërve dhe fëmijëve është më e madhe se çdo koma, çdo distancë, çdo gjë. Kaluan edhe 6 javë. Artani dhe Mirela bën përparime të jashtëzakonshme. Ai tashmë mund të ecte me mbështetje, ajo kishte rikuperuar pothuajse të gjithë lëvizshmërinë. Kujtesa e të dyve po konsolidohej, vrimat e zeza po mbusheshin me durim dhe terapi. Mjekët konsideruan se ishin gati për më të rëndësishmen. Ribashkimin me vajzat. Takimi u planifikua me kujdes. Do të ndodhte në vetë spitalin, në një dhomë të veçantë të rezervuar për raste të tilla. Klara do të sillte vajzat.
Artani dhe Mirela do të ishin ulur duke pritur me një ekip psikologësh pranë nëse do të ishte e nevojshme mbështetje emocionale. Të gjithë e dinin se do të ishte intensive, se 2 vjet ishin një përjetësi në jetën e fëmijëve 8 vjeçar, se do të kishte një farë huajësie, ndoshta frikë. Në mëngjesin e caktuar, Klara i veshi 3 vajzat me rroba të reja që i kishte bler me rrogën e saj. U kreu flokët me kujdes, u vuri fjongo që Lira, Sofia dhe Besa nuk i kishin përdorur prej kaq shumë kohësh. U shpjegoi për herë të 10 se do të shihnin prindërit, se gjithçka do të shkonte mirë, se ishte e sigurt të ishin të lumtura. Vajzat ishin një përzierje euforie dhe tmerri. Po sikur prindërit të mos i njihnin? Po sikur të ishin ndryshe? Po sikur gjithçka të ishte një ëndër? Kur dera e dhomës u hap, koha dukej se ndaloi. Artani dhe Mirela ishin ulur krah për krah, të kapur për dore, dukshëm nervoz. Ishin më të dobët, me shenja të kohës së vështirë, por sytë e tyre shkëlqenin me atë dritë familjare. Vajzat ndaluan në hyrje, të ngrira. 2 vjet janë të gjatë, fytyrat ndryshojnë, kujtimet mund të mashtrojnë. Ishte Mirela ajo që theu heshtjen. Me zë të dridhur, ajo thiri. Lira. Sofia. Besa. Sikur po numëronte pasuritë e saj më të mëdha. Dhe pastaj ajo hapi krahët dhe diçka brenda 3 vajzave u këpull. Ato vrapuan. Vrapuan sikur më parë, duke u penguar, duke qarë, duke bërtitur babi, mami, në një shpërthim emocioni të pastër. Përqafimi që pasoi ishte i papërshkrueshëm. 6 trupa të gërshetuar, lotët që përziheshin, duart që kapnin rrobat, flokët, fytyrat, sikur kishin nevojë të konfirmonin se ajo ishte e vërtetë. Artani u pufte ballin vajzave vazhdimisht, duke u përshpëritur falje që ishte vonuar kaq shumë, që nuk kishte qenë aty. Mirela vetëm qante dhe qeshte në të njëjtën kohë, duke thithur aromën fëminore që kur nuk e kishte harruar, madje as në thellësitë e komës. Vajzat flisnin të gjitha në të njëjtën kohë, duke treguar për shkollën, për atë që kishin mësuar, se si kishin qenë të forta. Lira tha se kur nuk pushoi së besuari se ata do të ktheheshin. Sofia tregoi vizatime që kishte bërë dhe i kishte ruajtur për t'ua treguar. Besa thjesht u struk në prerin e babait dhe nuk lëvizi më nga aty, sikur kishte frikë se ai do të zhdukej përsëri. Klara shikonte nga larg, duke fshirë diskretisht lotët e saj. Edhe psikologët e pranishëm ishin të prekur. Ky ishte lloji i momentit që u kujtonte të gjithëve pse bënin atë që bënin. Pse ishte e rëndësishme të luftoje, të besoje, të mos dorëzoheshe. Kur më në fund intensiteti fillestar kaloi dhe të gjithë arritën të qetësoheshin pak, Artani dhe Mirela vunë re Klarën. Punoniset sociale tashmë u kishin treguar kush ishte ajo, çfarë kishte bërë, si i kishte shpëtuar vajzat. Artani u përpoq të ngrihej për të shkuar tek ajo, por Klara bëri një gjes duke thënë se nuk ishte e nevojshme. Ajo filloi të largohej, duke menduar se misioni i saj kishte mbaruar aty, por Mirela e thirri. Me zë të prerë pavarësisht lotëve, i kërkoi të afrohej. Kur Klara u afrua, Mirela i kapi dorën. Nuk kishte fjalë të mjaftueshme për të falendëruar dikë që i shpëtoi fëmijët, që rrezikoi punën dhe sigurinë e saj për të bërë gjën e duhur. Por ajo u përpoq. Tha se Klara nuk ishte vetëm një heroin, ishte një engjëll që u shfaq kur kishin më shumë nevojë. Artani e plotësoi, duke thënë se ajo do të ishte gjithmonë pjesë e asaj familjeje, jo nga detyrimi, por nga zgjedhja, nga dashuria, nga lidhja e pashkatërueshme që formohet kur dikush mbron atë që ke më të çmuar. Javët në vijim ishin të rindërtimit. Artani dhe Mirela vazhduan fizioterapin, tani të motivuar edhe më shumë nga prania e vajzave që i vizitonin çdo ditë. Kishte biseda të vështira, momente kur vajzat duhej të shfryeshin për 2 vitet e vuajtjes, por gjithmonë me mbështetjen e profesionistëve dhe dashurinë e pakushtëzuar të prindërve. Elira u gjykua dhe u shpall fajtore. Dënimi ishte i ashpër, duke reflektuar rëndësinë e veprimeve të saj. Ajo humbi gjithçka që aq shumë kishte dëshiruar, lirinë, aksesin në pasurinë e vëllait dhe kryesisht shansin për t'u falur ndonjëherë nga familja. Artani, në një nga vizitat në gjykat gjatë procesit, e takoi motrën shkurtimisht. Ajo u përpoq të kërkonte falje, por fjalët tingëlluan boshe. Ai vetëm i tha se shpresonte që ajo të gjente një farë paqeje me veten, sepse ai dhe familja e tij do të vazhdonin përpara patë. 3 muaj pas ribashkimit, Artani dhe Mirela dolën nga spitali. Ende do të kishin ndjekje mjekësore, por mund të ktheheshin në shtëpi. Shtëpia, megjithatë, kishte nevojë për ndryshime.
Ata vendosën të shpërnguleshin, të fillonin në një vend të ri, pa kujtimet e zymta të atyre 2 viteve. Blen një vilë komode në një lagje të qetë, me një kopsht të gjerë ku vajzat mund të luanin. Dhe Klara. Klara nuk u kthye të ishte thjesht një pastruese në asnjë vend tjetër. Artani dhe Mirela e ftuan të jetonte me ta, jo si punonjëse, por si pjesë e familjes. Ajo kishte dhomën e saj, merrte pjesë në vendime, në festime, në rutina. Vajzat e quanin Teto Klara dhe dashuria ishte e sinqertë nga të dyja anët. Jeta u rindërtua ngadalë. Lira u bë sërish liderja lozonjare, duke organizuar lojra në kopsht dhe duke mbrojtur motrat në shkollë. Sofia rizbuloi kënaqësinë e të vizatuarit, tani me lapsa me ngjyra të reja dhe letër cilësore, duke krijuar botë plot ngjyra që zbukuronin gjithë shtëpinë. Besa shkëlqente në studime, inteligjenca e saj lulëzonte tani që kishte ambientin e sigurt dhe të dashur që meritonte. Artani u kthye gradualisht në biznes, por me një perspektivë krejtësisht të ndryshme. Parat ishin të rëndësishme, por kishin vlerë vetëm kur përdoreshin për të krijuar momente, për të mbrojtur ata që do, për të bërë mirë. Mirela ju rikthye arkitekturës, por tani me fokus në projekte sociale, duke krijuar hapësira të bukura dhe funksionale për komunitetet në nevojë. Në mbrëmjet e së premtes, familja mblidhej në dhomën e ndenjes. Artani i binte kitarës, Mirela këndonte, vajzat kërcenin dhe Klara shikonte duke buzëqeshur, zemra e saj plot mirënjohje që kishte ndjekur ndërgjegjen e saj atë ditë vendimtare. Ata darkonin së bashku, duke qeshur me zë të lartë, duke treguar histori, duke planifikuar të ardhmen. Papa Fingoja e ftohtë dhe shtëpia e zbrazët ishin tani vetëm kujtime të largëta, mësime për rëndësinë e mosdorzimit, të luftës për atë që është e drejtë, të besimit se drita gjithmonë kthehet, edhe pas errësirës më të thellë. Artani shikonte Mirelën, 3 vajzat që gati i humbi, Klarën që i shpëtoi dhe ndjente një dashuri aq intensive sa gati i dhimbte. Ai nuk I kishte më 2 vite të jetës së tyre, ajo kohë ishte humbur përgjithmonë. Por kishte të tashmen. Kishte çdo agim, çdo përqafim, çdo të qeshur. Dhe këtë e kishte mësuar në mënyrën më të vështirë të mundshme, ishte gjithçka që vërtet kishte rëndësi. Familja Basha I kishte mbijetuar më të keqes që ambicia dhe ligësia njerëzore mund të ofronin. Kishin kaluar nëpër errësirë, frikë, ndarje. Por në anën tjetër gjetën jo vetëm njëri tjetrin, por edhe sigurinë se dashuria e vërtet nuk fle, nuk dorëzohet, nuk nënshtrohet. Ajo vetëm pret, e duruar dhe e egër, për momentin e duhur për të rilindur dhe për të ndriçuar sërish gjithçka përreth. Dhe ndërsa të qeshurat kumbonin nëpër shtëpinë e re atë mbrëmje të së premtes, diku, histori të tjera zhvilloheshin, familje të tjera luftonin betejat e tyre. Por në atë vilë të vogël në Tiranë, shpresa kishte fituar. Dhe kjo, në një botë shpesh të zymt, ishte gjithçka që u duhej për të besuar se ja vlente të vazhdoje. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Artanit, Mirelës dhe 3 vajzave të tyre t'ju ketë prekur thellë në zemër. Nëse u emocionuat me udhëtimin e kësaj familjeje, me guximin e Klarës, me qëndrueshmërinë e Lirës, Sofis dhe Besës, klikoni butonin pëlqej, abohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë në këtë histori. Ishte forca e dashurisë familjare që I rezistoi komës? Vendosmëria e një gruaje të thjeshtë që u bë heroin? Apo prova se e vërteta gjithmonë gjen rrugën e saj, sado e fshehur të jetë? Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që tregojnë se edhe në situatat më të vështira, shpresa dhe dashuria mund të transformojnë fatet. Ju presim në episodin e ardhshëm me një tjetër histori që do t'ju prek emocionet dhe do t'ju bëjë të reflektoni për atë që vërtet ka rëndësi në jetë.